aeroportet më të mëdha në botë që ata të kenë konektivitetin më të zgjeruar në botë, që ata të kenë sot të flitet deri dhe që kur ata porosisin avion, nuk ka avion që prodhohen, që të mund të plotësojnë kërkesat që ata kanë, për shembull Arabia Saudite e tjerë, nuk ka prodhim Boeingu dhe Airbusi, aq sa duhet blej avion, po themi, lindja e mesme. Dhe kjo është edhe këtu flitet pastaj për investime që ata bëjnë brenda territorit, për arktimin, në përgjithësi për botën e entertainmentit, e botën e showbizit. Jo, është kjo gjë, është e njëjta gjë që ata kanë bërë, që në fillim kanë filluar me eventet, kanë filluar me investimin rënd fare në kuptimin shumë fort të këtyre eventeve, pra të gjitha aspektet logjistike, financiare, gjithçka për të sjellë atje ndeshje, finale, koncerte, evente, gjithçka në mënyrë që vendi mund të vizitohet njëkohësisht nga njerëz që një rrugë 2 punë, një rrugë 3-4 punë, shohin vendin, lidhen për biznes, blejnë, banojnë, vinë. Pra, kjo gjëja e industrisë kreative, nëse ka një komponent të rëndësishëm sot ekonomia jonë, që është më e rëndësishmja, që dikur nuk ka ekzistuar dhe aq shumë, por që në fakt ka qenë në natyrën e njeriu, që është shpikja, pra të themi, talenti për të bërë inovacion ka qenë gjithmonë te ne. Por nëse ka pasur një moment historik si kjo është përkthyer në një strategji globale për t'ia dalë konkurrencës, ka qenë që inovacioni erdhi përfundimisht një nga shtyllat, erdhi çatia në kuptimin erdhi pjesa më kryesore e gjithë komponentëve që përbëjnë ekonominë e një vendi. Në një nga shtyllat kryesore të atyre vendeve që kanë fatin të kenë fatin që ka Shqipëria për natyrën, për peizazhin, për klimën e bekuar që ne kemi dhe pozicionin gjeografik që kemi, na bën që të jetë turizmi. Një nga kolonat e dyta kur ka fatin vendi të ketë kreativ, inovacion, politikat e duhura, mendjen themi në kuptimin e mençurisë që duhet t'rregojmë ne për të planifikuar ekonomi, është komponenti i dytë që është industria dhe ekonomia kreative. Në Londër, për shembull, një industri kreative e fortë dhe një ekonomi kreative e fortë e udhëhequr nga një bashkëpunim i jashtëzakonshëm shtet-bashki, pra shtet për shtet vendor, bën që në ata të kenë gati 35% të ardhurave të tyre buxhetore, pra të gjithë ekonomisë të tyre. Janë bashkëorganizatore, ka një diferencë. Jo, s'ka asnjë diferencë. Rasti konkret, ministria është bashkëorganizatore ose qeveria? Jo, po them thjesht që politikat që ata kanë bërë, pra domethënë inovacioni dhe ekonomia kreative janë sot dy shtyllat kryesore dhe ne u lodhëm nëpër konferenca, nëpër konferenca e forume, gjitha me British Council, me tjerë, me ato, me eksperiencat, me filmin, me kineman, me audiovizualin, me të gjithë me film komisionin, me tax rebate, me gjithë reformat që ne po i bëjmë tani, flasin ka një gjë të përbashkët, ekonominë e eventeve dhe ekonominë kreative, sepse e para sjell momente shpërthyese që kanë edhe shumë turizëm. E dyta, dhe kuptohet që ka dhe shumë punësime, shumë njerëz dhe teknike, eksperiencë, mjeshte që janë brenda. E dyta është shumë herë më, duket e avashtë, po është shumë herë më e qëndrueshme dhe është shumë herë më gjeneruese e shumë benefiteve dhe domethënë të tjera që janë direkte, që janë punësimi, ustallar, grupe xhirimi e tjerë. Sa njerëz punojnë te stadiumi? Se duhet ndalim pak dhe te stadiumi që është ndërtuar. Po, është me vërtet, se për shembull këtë pyetje nuk e bën kollaj çdo njeri, sepse janë gjëra interese, 60.000 veta është një gjë. Janë gjëra që ndoshta nuk duken të gjitha, puna aty nuk është e gjitha e dukshme, por aty ka qenë një, themi gati një landfill. Kur ne fillonim dikur aksionet e Bashkisë Tiranë, që fillonim me aksionet e pastrimit, kur un kam punuar në APR, ne i fillonim të gjitha me gjithë mjetet tona mblidheshim dhe me gjithë vullnetarët gjithë mblidheshim tek landfilli i Kasharit, i thonim ne. Ajo ka qenë aty një tmerr. Dhe nga një landfill, ajo më pas është regjistruar dhe shtok private dhe është pjesë e një plani zhvillimor të zonës dhe ishte shumë ide e mençur të ishte aty, sepse ne nuk e bënim dot aktivitet pasi promotorët na e sqaruan këtë po themi yçkël, që nuk e bënin dot këtë aktivitet në Air Albania, se natyrisht mendja e parë që të vjen është të shkosh në stadiumin e vetëm që ke, më të mirin që ke. Por, si më thënë, struktura e skenës dhe të dhënat që duheshin për këtë aktivitet dhe aritmetika e çmimit që do të rrite nga bëri aktivitetit në një hapësirë shumë të vogël, ku do kishte vetëm ndoshta maksimumi 30.000 spektator, do bënte që kostoja e këtij eventi për përkthyer e pjesëtuar për numrin e spektatorëve do bënte që biletat ishte shumë e shtrenjtë. Pra promotorët duke parë të matematikë dhe duke dashur dhe ne gjatë gjithë kohës natyrisht që eventet të synojnë të jenë me vetë financim, të synojnë t'ja dalin
vetë me biletat, natyrisht ato mund edhe mos ja dalin, mund edhe t'ja dalin, por që në radhë parë t'ja dalin dhe ne natyrisht ishim shumë të interesuar ti mbështesim që ata të ishin në një vend ku të kishin mundësi të ndërtonin një strukturë për 60.000 spektatorë. Kështu që Kashari, pse Kashari? Dhe aty pastaj kjo strukturë që erdhi si shtesë në kostot e projektit, çka më vonë komplikoi pak edhe mbarvajtjen e projektit, bëri që të kishim, kam përshtypjen në më shumë se 2 muaj, është pak më shumë se 2 muaj, janë gati 3.500 punonjës, punëtor, të punësuar me kohë shkurtër, me kohë më gjatë, me kohë plot, të cilët lidhen me projektin e koncertit dhe të eventit të jesh. Është një impakt direkt. Është një impakt shumë i rëndësishëm dhe këta janë këtu, në Tiranë. Po do jetë një strukturë e përhershme apo e përkohshme? Jo, kjo është një strukturë e përkohshme, tjetër debat edhe ky, e tjetër po themi zhurmë me kot në qytet që del një hamalla, ku diun një kalimtara, një ku diun se kusha, një lavazhiera, ku diun që mund të jetë atje, ulet atje lart dhe thot, ja dhe stadiumi 60 milion euro që shteti doja marri spitaleve dhe onkologjikut dhe doja japi për një natë një artisti që është me prapanis zez. Kupton, edhe tani kjo historia bëhet pastaj virale, merret, ripostohet. Në fakt këtë e ka thënë personi që bëri thjesht të xhirim, këtë e ka nxjerrë në fillim një politikan dhe kjo është e pafalshme. Kush e ka nxjerrë për ata që një politikan, më duket se Zotja Asimja, dhe kudo mund të ketë një gabim në informacion, por ne duhet jemi sot shumë të kujdesshëm sepse ne jemi sot të vetëdijshëm se çfarë do të thotë që ne t'ja kërcasim kot online, dhe t'ja kërcasim kot nëpër televizione. Pra një fjalë dikujt mund të jetë e besueshme për shumë të tjerë, pa e verifikuar, ajo kthehet në një refren, ky refren bëhet një akuzë për gjithë eventin apo për një ngjarje, për një projekt, dhe kjo gjë i kushton kohë dhe energji një vendi të tërë, të cilët tani duhet, pra gjitha njerëz në një farë mënyrë janë dhe të pafajshëm në një farë mënyrë sepse po konsumojnë, po edhe si më thënë, po janë viktime një breshërie informacioni i cili është krejtësisht i pakontrolluar. Dhe kështu që njerëzit thonë edhe e pash, portalet ndryshme, për shembull, mua më thonin, po unë e bëra ripost nga këta, po është ai që e ka nxjerrë. Dakor, në rregull. Po çfarë ti verifikoi unë? E ka verifikuar ai, jo nuk e ka verifikuar askush. Po zoti Gonxha, struktura ka kushtuar gjithsej rreth 2.2 milion euro. 2.2 milion. Është në vesh, nuk diskutohet, ne na godet sepse ne na duket shumë. Po këto janë gjëra që kushtojnë. Këto janë struktura që kushtojnë. Ai ka bërë privati apo edhe ku ka ndërhyrje? Jo, kudo ku ka një projekt si ky, ka një projekt, ka një inxhinierim të gjithë strukturës, dhe këto struktura janë struktura që ne i shohim sot në Imola, në Monza, në Monaco. Ka ndihmuar shteti financiarisht apo jo te kjo pjesë? Një sekond, deri këtu jo, deri në fillimin e projektit, konceptimit, pra vajtjes së projektit në Kashar, pra gjithë biznes plani i tyre në fillim, dhe unë këtë kam thënë dhe nuk e mohoj, ka qenë që mendohej që ata do të arrinin ta vetë financonin me anë të biletave pjesën e kostot vetëm strikt të strukturës, dhe të produksionit, dhe të skenës, dhe të gjithë shkaj që lidhej me këtë strukturë provizore në Kashar. Natyrisht ne do ishim shumë të lumtur që kjo ndodhte dhe ne kemi bërë ç'mundemi që kjo të ndodhte, duke dhënë një ndihmë jashtë perimetrit të stadiumit, të themi, të gjithanshëm, nga pikpamja logjistike, mobiliteti, policia, doganat, gjithçka kemi mundur. Bashkia natyrisht ka ndihmuar shumë, duhet ta theksojmë të gjë. Pastrime, rregullime, përmirësime, infrastrukturë, zonës aty. Pastaj një pjesë e madhe është bërë edhe me një lloj filantropie dhe nga pronari i asaj më saktë jo pronari, nga zhvilluesi në kontratë me pronarët e asaj parcele, me dakordsinë e tyre natyrisht, i cili ka bërë nga ana vetë ai një ndihmë duke e para përgatitur, si më thënë, përpara se të fillonte projekti i tij zhvillimor. Dhe gjitha këto kanë ardhur në një, ke parasysh ku bashkohen gjithë planetet dhe